5 mesazhe që duhet t'ia thuash ekipit në kohë të vështira. Learning live. Askush nuk do të pushohet nga puna sepse ka bërë një gabim. Gabimet janë pjesë e rritjes. Ato ndodhin, mësojmë prej tyne dhe vazhdojmë përpara. Ne e quajmë këtë amnezi në lojë, aftësia për me lon pas të kalumen dhe për me ecë para. Por fshirja ose fshehja e një problemi është gjëja e vetme që nuk tolerohet. Dështimet ndodhin dhe janë të pritshme. Asgjë e madhe nuk ndërtohet pa sfida. Por ka dy lloj dështimesh që nuk pranohen. Të mos kërkosh ndihmë kur të duhet dhe të mos ofrosh ndihmë kur je i thirrur. Jemi një ekip. Askush nuk i bën gjërat i vetëm. Ne jemi ende në këmbë. 5 vjet pas pandemisë, kompania është ende aktive. Dhe kjo është një arritje e madhe për të gjithë ne. Puna jon ka kuptim për ne dhe për të tjerët. Po ndërtojmë dhe rigjallërojmë lidhjet tona me klientët, partnerët dhe investitorët që kanë qëndruar pranë nesh. Rruga e startupit është gjithmonë me pengesa. Nuk ka rrugë të shesht për sipërmarrësit, por ne do të përballojmë çdo stuhi të ardhshmes bashku, si një ekip që ndan barën dhe suksesin. Faleminderit, një fjalë që nuk thuhet sa duhet. Tregojini ekipit sa shumë i vlerësoni për punën, për kushtimin dhe sakrificat e tyre. Asnjëherë nuk është tepër ta thuash fal tyre. Jeni ende në lojë. Në fund të ditës nuk ka asnjë formulë magjike për të kaluar kohë të vështira. Por ka një element që nuk dështon kurrë, komunikimi i sinqert dhe njerëzor, sidomos kur jeta nuk është e thjeshtë.